Shikues të televizionit UTA, përshëndetje, mirë se ritakohemi së bashku me emisionin e mëngjesit Ditë e Re. Kthehemi pas një muaji në këtë studio, edhe mund të them që intervistën e parë, mund të them që në një farë mënyrë e kanë distësi edhe me ata që e mbylla para një muaji, por ja që pas një muaji gjej kupa edhe suksese të tjera. Kush tjetër veç se klubi Taekwondo Sulqini. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se më vini në studio. Është një sit kemi trajnerin Fikret Dushku, përshëndetje. Edhe gjithë këto kampion edhe ato le të themi sportistët e suksesshëm të klubit të Ulqinit, siç kam Enesin, Artën edhe Sarën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nëse fillojmë bisedën tonë nga ku e kemi lënë tek intervista e fundit që kemi pasur, si ishte ky muaj që le të themi nga shtatori edhe ditët e tetorit. Shkojmë tek Gjermania apo jo? Gjëja e parë. E kemi lënë do të thotë me një sukses historik për vendin tonë, domethënë ku ka marrë pjesë Enesi edhe Sara në lojrat olimpike evropiane, të cilat janë të organizuar nga shtëpia më e madhe e sportit në Evropë, Komiteti Olimpik i Evropës, dhe për të rikthyer me ligën botërore në Hamburg, ku kanë marrë pjesë mbi 1200 sportistë nga 68 vende të botës, dhe Sara ka qenë një prej atyre që ka arritur deri te medalja e bronzit, dhe Enesi poshtu ka pas një fitore me të cilat në për këto liga edhe fitore do të thotë ishte një rezultat vete pasi që ofron pikë në ranglistën evropiane botërore. Për të vazhduar pastaj që kemi pas thujse çdo vikend kemi pas, jo thujse, por çdo vikend kemi pas aktivitete shumë të rëndësishme, na kanë qelluar në një periudhë. Na kanë qelluar shumë aktivitete të rëndësishme të cilat kanë rëndësi për garuesit tonë, për atë arsye se kur ka gara kështu të ngjeshura pe vikendit në vikend atë nuk është çare pas patë ndonjë lëndim me cila një garë ndoshta të penalizon një garë tjetër, ashtu që siç edhe i ka penalizuar për shembull pas kampionatit evropian Small State, për shembull Sarën e ka penalizuar që mos më mujt me marr pjesë në ligën botërore e cila është majtë e Podgoricës, po ashtu pas ligës botërore në Podgoricë Enesin deri diku e ka penalizuar lëndimi që mos me pas paraqitjet mirë në kampionatin ballkanik e kështu me radhë. Pastaj pas kampionatit, pas ligës botërore në Hamburg kemi vazhduar me kampionatin e Malit të Zi, ku të tre këta këtu që i kam në studio janë shpall kampion të Malit të Zi për vitin 6-7 me radhë, nuk e di tani për momentin, ta di ndoshta edhe më mirë. Kurse pastaj kemi vazhduar me Grand Prixin evropian, i cili është mbajtur në Beograd në Serbi, ku është i nivelit E8, që ka të bëjë domethënë 32 sportistët më të rënguarit, më të mirë ta quaj kështu të Evropës marrin pjesë në këtë Grand Prixin evropian, ku për fatin tonë domethënë kemi pas 3 garues, kurse pastaj kemi vazhduar për kampionatin evropian për shtete të vogla, ku kemi arritur që të kemi sukses 2 medalje të arta, 1 medalje të argjendit dhe 2 medalje të bronzit, me 5 medalje të kthyera mbrapa. Pastaj kemi vazhduar me ligën botërore në Podgoricë, ku edhe aty kemi pas suksesin ndërkombëtar dhe pikë të rëndësishme për ligën evropiane dhe botërore, për ranglistën evropiane botërore, kurse në fund kemi pas kampionatin ballkanik, ku jemi kthyer me 11 medalje ballkanike, kemi marrë pjesë me 16 sportistë. Prit tani ti marrë më radh pak. Se më përmendesh shumë edhe ju uroj edhe ju përgëzoj. Por kalojmë tek garuesit një herë. Hamburgun si ma përshkruani? Sara. Unë kam marrë me thënë pjesë edhe në Hamburg, edhe atje kam pas paraqitje me thënë të mirë, se ka pas shumë garues dhe shumë nivel të lartë. Unë kam arrit me marrë vendin e tretë, kam pas paraqitje të mirë. Arta, në cilin tek kampionatin Malzi apo jo? Sa i përket të vegarave fillimi nuk kam mujt me marrë pjesë, për shkak sepse kam përsuar disa lëndime edhe kështu trupi është dash më rikuperu, edhe më dash më kthy në përstërvitje të rregullta që unë më mujt më kthy në agjendjen sa më të fortë time. Ma vonë kam fillu me Letonin, kam fillu garën e parë, e cila ka qenë kampionati evropian për shtetet e vogla, dhe aty kam rrit me marrë vendin e tretë, që janë disa pikë të vlefshme për ranglistën evropiane dhe botërore. U ktheve më fuqishme. Ato lëndime ndonjëherë bëjnë mirë për ta marrë veten. Enes, për ty si ishte? Pra, Hamburgu në Gjermani, pra paraqitjen e kam pasur të mirë, po nuk isha fort i kënaqur. Një ndeshje e kam fituar, por tjetrën e humba dhe Paktën pikë. Të paktën pikët. Jo të paktën, ato besoj kanë vlerën e madhe. Fikret, çfarë kërkon nga gjithë garuesit? Ato janë të mirë, arrin, le të themi, janë kampion, edhe në shumë gara tregojnë veten se sa të mirë janë. Por çfarë kërkon më shumë nga ta? Çdo herë para një kampionati?
Po, zakonisht do të thënë, une ashtu siç e kam thënë edhe më herët, jam munduar që të ofroj një frymë të re të stërvitjes dhe jam munduar që në bashkëpunim me prindër dhe me këta garues të cilët i kam në studio dhe dy tjerë të cilët janë Amela Nuti dhe Riat Dervishi, të cilët janë në ranglisën evropiane dhe botërore, jam munduar që me arrit në kompeticione sa më të larta, duke u nis prej asaj prej ligave evropiane botërore për të arritur në Grand Prixin evropian, për momentin evropian se Grand Prixi botëror nuk ka për moshën U17, domethënë deri në 17 vjeç, Grand Prixi botëror është domethënë për moshën senior. Dhe në bazë këtyre shërbimeve dhe në bazë këtyre pikëve ja kemi arritur që përfaqësohemi edhe në Grand Prixin evropian për të mbajtur tani Grand Prixi final, i cili quhet, i cili domethënë dahet në dy, ku marrin pjesë domethënë vetëm 16 sportistët më të mirë të Evropës. Pastaj lufta jeme edhe ajo kërkesa e ime më tepër ka qenë që të paktën nëse nuk arrim të marrim në lojrat olimpike botërore, të paktën të marrim pjesë në lojrat olimpike evropiane, të cilët edhe atë ja kemi arrit ku në bazë të ranglistës të Evropës, Enesi dhe Sara kanë pas fatin që ta shijojnë atë modelin olimpik, do të thonë aty ku ishte ai fshati olimpik, domethënë ajo defileja olimpike, ajo flaka olimpike, do të thotë, ka qenë shumë interesante për shembull edhe për këta, po edhe për ne për shembull, kurse në programin për lojrat olimpike botërore, një herë për lojrat olimpike Youth Olympic Games për trit, e cila do të bëhet vitin e ardhshëm 2026 në Senegal. E kemi në program nga Komiteti Olimpik, që na ka kërku Komiteti Olimpik, e kena Amela Nutin, e cila ishte në përgatitje intenzive, dhe Riat Dervishin. Kurse në programin për LA 2028, domethënë në lojrat olimpike botërore që do të bëhen në Los Angeles vitin 2028, i kemi domethënë pikërisht këto tre që i kemi në studio. The që nuk mund ta mbash në mend saktë se për cilën vit me radhë janë kampion, tregoni pak për cilin vit me radhë shpallet kampion. Domethënë mas Gjermanisë na kena pas edhe kampionatin e Malizzi që unë kam fituar 2 ndeshje ku jam shpall për 6-ën herë kampione e Malizzi. Dhe mas asaj kena pas Grand Prixin ku unë kam fituar ndeshjen e parë, për ndeshjen e dytë nuk arrita dot medalje. Pas asaj kena pas kampionatin evropian Small States, domethënë aty kam fituar vendin e parë. Dhe pas asaj kena pas kampionatin ballkanik ku kam pas një paraqitje shumë të mirë, por fatkeqësisht në finale nuk kam arrit vendin e parë për vendin e dytë. Arta, për ty, cili vit me radhë? Për mu, pra në kampionatin e Malizzi, prepsimet kam rrit me marrë vendin e parë, dhe jam shpall kampion e Malizzi sa i përket vitit 2025, edhe deri tash 7 vite me radhë jam zgjedh kampion e Malizzi sa i përket disiplinës së luftave. Enes? Në kampionatin e Malizzi, pra që jam shpallur kampionin, pra me këtë herë të fundit bëhem 5 herë me vite kështu të radhëta. Në kampionatin e Evropës së shtetet e voglave kam marrur pjesë 3 herë pra. 2 herë të fundit kam marrur vendin e dytë, por kësaj here ja kam arritur që të shpallem kampion të marr vendin e parë për këtë ditë. Të jesh kampion për 5 vite, 6 vite dhe 7 vite me radhë, si duhet ta mbash le të themi këtë titull? Ju vetë si garues, çfarë bëni për ta mbajtur këtë titull? Domethënë ditë për ditë ushtrojmë sa më shumë, edhe kur e kena atë garën, shpresojmë që edhe këtë vit jemi kampion. Çfarë ishte më ndryshe këtë vit se herët e kaluara? Arta, çfarë ka qenë ndoshta më vështirë apo më interesante? Po nuk është një gjë që është pak më vështirë, ama se tanë varet edhe për konkurrencës që është në atë vit, ama është më ndryshë sa i përket viteve të kaluara, se cilin vit që të vjen rallëzi je disi pak më e lirshëm, je pak më ke më shumë vetbesim vejdi, kështu që je më apjekun. Shkove më me vetbesim Enes? Po. Fikret si i sheti nga viti në vit? Dalin kampion, do të thotë për 7 vite rresht, por vetë si trajner si ka qenë edhe qëllimi im që se kam bërë edhe hapin e klubit që unë të merrem domethënë me një sportist i cili mos të arrijë vetëm një rezultat edhe të fiket tani. Domethënë ky ka qenë edhe synimi im që
edhe biseda ime me me Garus, po ashtu edhe me prindërit, po sigurisht me Garusit ishte që gjithmonë nuk ishte shumë vështirë që të arrish për shembull majën e kampionatit të Maleziu ose të Evropës. Ndoshta edhe në Evropë domethënë ishte vështirë, nuk them se nuk ishte vështirë, por më vështirë ishte ta mbashti atë. Domethënë ky ka qenë edhe synimi im, qëllimi im për shembull që me këto Garus për shembull kur kemi mrit këto nivele, kur kemi mrit këto rezultate, hajde tash ta mbajmë këtë rezultat. Edhe dëshira ime domethënë ka qenë që për shembull një Garus ta ketë një karrierë bukur, për shembull nëse fillon me Enesin, Saren ose Artin, të cilin i kam këtu në studio, domethënë ish bukur për shembull nëse kur ta lexon biografinë e tyre ose sukseset e tyre, për shembull kur Enesi po thomi ishte 5 herë kampion i Ballkanit, Sara 4 herë kampione e Ballkanit, 2 herë nën kampione, po ashtu Arta dikun sjellë 3 herë kampione e Ballkanit, pastaj 6 herë kampion i Malezi, Sara ishte 3 herë kampione e Evropës, shteteve të vogla, Sara po ashtu ishte kampione edhe Evropës në vitin 2019, po ashtu edhe kampione e Kupës Evropës, domethënë po ashtu Grand Prixin Evropian, domethënë ka një grumull rezultate të cilat janë shumë domethënë të ranguara në nivelin ndërkombëtar dhe ka qenë domethënë edhe synimi im që me Garus domethënë punojmë në drejtim që të kemi domethënë një historik bukur sa i përket suksesit. Mos të arrijmë vetëm deri te një medalje dhe aty për shembull të ndalemi, por hajde çka vjen pas asaj që ta mundim ne ta mbajmë këtë nivel. Dhe pas asaj mos ne kanë ardhur ato siç kemi folë edhe më herët duke hyrë në physical fitnessin, siç e quajmë kështu në gjuhën angleze, domethënë përgatitja fizike e cila ka shumë rëndësi, domethënë një përgatitje fizike e cila ka të bëjë domethënë me teste ergospimetrike, domethënë duke marrë pulsin e zemrës, duke marrë se sa oksigjen pranon mushkëritë e Garuzve, sa qesin, sa kohë duhet bëhet rikuperimi kështu me radhë. Pastaj kemi pas nutricionistin, domethënë që kemi bërë analiza ndryshme që na kanë kushtuar shumë shtret, mos nënën, siç e kam cekë edhe një herë më herët, vetëm ajo materiali i ndihmës parë që ato lidhjet që bëhen, ato bandazhe siç quhen, domethënë na ka primi 1500 euro në vit, domethënë duke bërë lidhjet e nyjeve, kyçeve për atë arsye që mos vinë deri te ndonjë lëndim e mos flas për shembull edhe mos nënën edhe për nutricionizëm edhe për psikologun e sportit mental, i cili ka pas shumë rëndësi, sidomos herën e parë kur jemi takuar me psikologun e sportit mental, se në fillim domethënë nuk e kemi marrë shumë seriozisht. Këto Garus nuk e kanë marrë ku me di se diçka mirë, po kur janë përballë mos ndonjë me ta kanë pasur vërtet domethënë ka diçka e cila gjithmonë të ofron diçka më të mirë, më të re, edhe një vetbesim për shembull se zakonisht psikologu i sportit mental të jep instrumente të ndryshme se si ta zgjidhni problemin, cilën se secili prej tyre domethënë ne ndoshta kemi kallet flasim pi karriget ai që është mirë, po ata kur dalin aty në tapet, edhe pse janë për shembull me përvojë e emocioni, domethënë ka vetën, e lunat rolin e vet, edhe sa më tepër që të kesh ti kontroll në atë emocioni, sa më tepër që të kesh kontroll ti në vetveten, atëherë edhe paraqitja jote patjetër duhet më qenë më mirë. Kështu që unë jam munduar që nëpërmjet këtij lloj programit me mujt mi marr këtë lloj niveli derisa nuk vinte mosha senior, ku mosha senior domethënë kategoria senior është një botë tjetër ta quaj. Ky kalendari ka qenë ngjeshur në këtë periudhë. A të ka bërë ndonjëherë që të jesh në pikë pyetje se a do të lodhen edhe vetë garuesit këta që janë pjesë shumë bile edhe herën e kaluar që kemi qenë në studio e kemi pikërisht e kemi cek këtë, por nëse më hanë kemi lidh një pak ndërmjet nesh një farë mënyre, jemi ullë, kemi biseduar që më hanë që e di si është ngarkesë, vërtet është ngarkesë, nuk mund ta mohoj, nuk mund ta themi se nuk është ngarkesë, më hanë është ngarkesë në çfarë lloj mënyre është ngarkesë, edhe fizike edhe psikologjike domethënë, por jemi ullë, kemi biseduar domethënë, kemi ardhur deri në drejtë që më hanë deri në shkallë që më hanë, okay, tash këtë kena kry, nuk po mendom tash më mos e lonni trunin më me këtë, tash po vazhdom tjetër çka na pret për shembull ashtu siç na ka prit Liga Botërore, Kampionati Malezi, Grand Prixi, se janë nivele, domethënë nuk është një se kur të marrësh pjesë në një turnament internacional, e cila domethënë është përvojë për ty, domethënë që ti mundesh të pas aty eksperiencë normale, edhe ajo ka shumë rëndësi dhe nuk është njësoj për shembull kur ti merr pjesë për shembull një garë e cila ka shumë rëndësi për ty, që ka pikë për shembull sikur kur ka luajt Friendly match domethënë loja e futbollit kur ka luajë Shqipëria me Francë, takim miqësor, domethënë e mujti Shqipëria, se domethënë është takim miqësor, mirë, po kur kanë luajtur kampionatin evropian humbi Shqipëria 3-0, do të thotë, a kupton, domethënë ndryshe është domethënë ti kur merr pjesë në një turnament internacional, ama ndryshe është domethënë kur merr pjesë në një turnament ose garë e cila
ofron domethënë pikë për ranglistën europiane e cila ty duhen nesër që me pas shortin më të mirë për me marrë pjesë kampionatin evropian botëror edhe nesër mos nesër lojra olimpike. Ngarkesa financiare nga ana tjetër si ishte, ngarkesa financiare ta themi drejt domethënë ai është një problem me cila përballemi vite me te, ne jemi mundu domethënë së bashku me komunën e Ulqinit jemi mundu domethënë me sponsorët lokal edhe po ashtu domethënë me një grup ta quaj kështu anonime të cilët kanë pas qenë anonim nga shoqëria nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë duhet i falenderoj gjithë domethënë të cilët kanë kontribuar për klubin e Taekwondo's Ulqini. Unë mendoj se këta garus, jo pse janë të mirë, po mendoj se këto nivele që kanë arritur, mendoj se jo mendoj, por edhe shoh, domethënë ta meritojnë më tepër promovim, meritojnë më tepër domethënë për krahje, madje edhe bursë sportive, domethënë për momentin e Nesi Sara janë bursist nga Ministria e Sportit e Malizi, mirë po pse jo nesër mos jenë edhe bursist edhe nga Komuna e Ulqinit, kur disa garus të cilët kanë ofruar kësi lloj suksesi, kësi lloj rezultate, e cila nuk është shumë e lehtë domethënë pi vikend duke u nis prej asaj se ta janë avancanca ende shkollëse, unë kam sekë edhe më herët ky nivel çka janë të bërë këta garus në shumë vende tjera për shembull janë me korrespondencë sa i përket gjimnazit mirë, por ne kemi arritur ta ruajmë si ta ruajmë domethënë një lloj balanci edhe me shkollë, edhe me kolegë, me mësimdhënëse, po ashtu edhe me drejtoreshën kemi arritur që ta ruajmë një lloj balanci që t'i kemi pak a shumë parasysh se dikur për shembull kemi pas ëndër që t'jemi në lojrat evropiane ose lojrat olimpike ose kampionate evropiane duke u nisur për asaj kohëve tona që kemi thënë që kur nuk kemi me arrit asaj pasi që ka qenë ajo periudha 91-2000 domethënë ka qenë kohë të luftë dhe kemi thënë që ne kur s'kemi mbrit aty tani që kemi mbrit dhe kemi mundësi që garusit tonë, fati jonë për shembull kemi mundësi që të marrim pjesë kampionate evropiane botërore, e pse jo nesër në lojra olimpike, unë mendoj se këta duan ta kenë përkrahjen maksimale shoqërore, familjare, morale, financiare të gjitha. Unë di që janë edhe nxënës të mirë, edhe student mirë. Tani po ja dilni ta mbani le të themi edhe shkollën, edhe sportin e taekwondos? Ka filluar mirë edhe këtë vit? Po, se cili e ka suksesin e vetë sa i përket edhe sportit edhe shkollës, kjo thjesht dën paksa orar edhe dën për kushtim edhe disiplinë. Kështu që do të ketë ndonjë pauzë apo çfarë është tani? Thuaj. Tani nuk kemi jot pauzë, tani vjen ajo mama. Vjen ajo mama, këtu do të dalim. Tani domethënë Enesi dhe Sara domethënë 4 javë ka një program special që janë përgatitur për kampionatin evropian. Domethënë kampionati zyrtar evropian i cili do të bëhet në Zvicër. Dhe prej sonte domethënë fillohet me atë lloj programi e cila do të jenë 2 javë ndryshe dhe 2 javë tjera do të jenë ndryshe. Kurse sa i përket artës dhe garuzëve tjerë, jemi domethënë kemi me marrë pjesë në disa gara ndërkombëtare edhe në disa gara edhe në një ligë evropiane e cila ka mbajtur në Bosnë. Kurse sa i përket tyre dy domethënë kemi një program pak a shumë pajekit ngjeshur e cila nuk ka qenë fare e lehtë as për të normal për mu përgatitur për kampionatin evropian dhe shumë për kushtim. Jeni gati ju dy, Sara, Enes? Si po motivoheni? Çfarë bëj thoni vetes tani? Bëhemi gati. Japi maksimum. Emri ta motivimin, pra ti je kampion ose ti të marrësh medaljen e kampionatit evropian nuk është gjë e vogël. Ju uroj me gjithë zemër që t'ja dilni. T'jenë këto 4 javë, le të themi sa më motivuese dhe sa më të mira. Ndërsa Fikreti do të marrë një rrugë. Unë do jem në kampionatin botëror, do jem përfaqësues kryesor i ekipit Malizi, kampionati botëror për senior. Kjo rrugë është nga sot, kjo rrugë është prej nesër do të thotë mbas dreke. Kemi pas të lajmëruar 4 senior, mirë po 2 një kështu këto lëndime të cilët kanë qellu disa gara shumë të rëndësishme të cilët edhe aty në ish dash për pikë që ta kenë shortin më të mirë po. Ku kemi botërorin Fikret? Botërori është në Kin, në qytetin Vuksi, afër Shangajit. Dhe kemi pas 4 garus të lajmëruar, mirë po për fat keq domethënë 2 garus domethënë kanë mësuar frakturë në dorë dhe nuk do të marrin pjesë domethënë Zinedin Beqović dhe Vasilije Peruničić, kurse sa i përket 2 garuse tjere janë 2 garuse të gjinisë vendrore që do të marrin pjesë 2 Andrea Komatina dhe Andrea Berishaj, të cilëve unë ju uroj sukses së bashku me mua dhe trajnerin Vlado Stanisic. Çfarë pret nga ky kampionat botëror? Po kjo domethënë çdo edhe pse me 2 garues për në vitin 2008 kur janë organizuar lojrat olimpike në Kin, do të thotë
ende thojnë, ende ala sot e kësaj dite edhe pse janë bajt edhe 3-4 olimpiada pas, ala dhe më thonë që ala nuk ishë mërit mu kalu e niveli e organizimit se si që ishë bërë atër në Pekin. Kurse sa i përket organizimit në Kin, dhe më hanë ishë diçka e cila i te kalon të thuj se gjitha parashikimet. Konkurenca do t'jetë shumë e fortë, dhe më hanë janë të lajmëruar, dhe më hanë 198 shtete janë lajmëruar. Dhe më hanë, do më qenë një konkurencë jashtëzakonisht e fortë, jashtëzakonisht e madhe, dhe më hanë garusit më të mitë planetit, dhe më hanë ka me garu në cilësit e tyre më të larta. Sa ta sqarojmë pak, akoma nuk e din me kë do të ndeshën ndoshta Malizi? Shorti bëhet dhe më hanë head of team meeting, dhe më hanë ku ka me qenë takimi me krerët e për secilin federat, atëherë do të bëhet edhe... Për kë ndoshta lutemi në thojza që të qëllojmë përballë që ta kemi më të lehtë. Kush janë ndoshta ato shtetet pak më dopta? Tani ne lutemi që të paktën të vinë deri ke zona medaljes, inshallah vinë deri ke zona medaljes, do ishte shumë mirë edhe për ne, pasi që normal Malizi mu nga një medalje seniorit në kampionatin botror. Shpresojmë që të bëhet më e mira. Faleminderit. Do të cekim diçka tjetër apo i lëmë gjitha pasi të vim edhe nga kampionati botror edhe nga këto 4 javë që presin kampionatin evropian? Po jo, çfarë na ka mbetur sot? Kjo ishte vërtet ka qenë shumë kërkesë për klubin tonë dhe për garusit tanë, deri tek parë që jemi kthyer nga kampionati ballkanik, jemi shumë të kënaqur dhe për arritjet të cilin kemi pas në kampionatin ballkanik, që më tepër që Arta ne shkthyer me medalje të artë pas 4 ndeshjeve, pas gjithë atyre. Emrin Arta, pas gjithë atyre lëndimeve, pas gjithë atyre mundimeve të cilët i ka pas vitin ta quaj kështu vitin jubilej, ndoshta pasi që edhe ky është viti i fundit juniors ku ishte dashur edhe Arta tjetër më të mirën se ajo. Mirë, po kjo ishte pjesë e lojës, fati ka dashur edhe vjen shumë mirë për shembull që ishte kthyer me 3 medalje, duke u nisur prej te kampionati evropian për shtetet vogla, pastaj kampionati Malizi dhe tani ishte ballkaniku. Vazhdojmë me përgatitje, me përgatitjen e 3 ekipeve të cilët na presin në vazhdim në vikendet të cilët vinë. Kemi me pas 2 gara, një në Beograd, një në Sarajevo, pastaj kemi me pas në Bosnë Ligën Evropiane dhe pas asaj kemi me pas kampionatin evropian për pionir, kemi me pas kampionatin për pionir që jemi në përgatitje për kampionatin për pionir në Greqi në Atin, ku ka me qenë një javë para kampionatit evropian në Zhvicër që do të mahet për kategorinë junior. Pastaj me presin edhe atë fundit ajo që ofron pikë më shumë të Grand Prix-i evropian, finalja Grand Prix-it evropian ku të marrin pjesë 16 më të mirë, ku shpresoj që Sara dhe Enesi do të jenë për shkak të ranglistës, pasi që Enesi renditet i dyti në ranglistën evropiane kurse Sara 6-ta. Dhe shpresoj që do të jemi edhe në Grand Prix-in evropian dhe lusim lutë Zotin një farë mënyrë që edhe aty të kemi sukses, të kesh sukses në Grand Prix-in evropian të ofron vendi i parë të ofron 100 pikë dhe 100 pikë, atë 100 pikë olimpike nuk janë të vogla. Janë të mba. Tani, unë po marrë le edhe një muaj, shkoj të pushoj pak, se pas një muaj besoj se unë nuk dyshoj tek suksesi juaj, do të flasim për kupa dhe medalje të tjera. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit dhe juve. Suksese me përfaqësuesen e Malizi. Arta, Enes dhe Sara, shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit.